Përshëndetje miq dhe mikesha, jemi këtu me anvisën e shtëpisë, zonjën Luiza. Çfarë do na gatua sot zonja Luiza? Sot do bëjmë një byrek me spinaq. Me spinaq. Pra ka, siç e shikoni, ka dhe sofrën që është tamam për këtë punë. E ta shikojmë si kalove pushimet zonja Luiza vitin e ri. Shumë mirë, u kënaqa, më erdhën fëmijët, më erdhi vajza me çupe dhe me dhëndër. Do t'i urojmë mblodhëm të gjithë së bashku. Do t'i uroj. Sigurisht të gjithë ndjekësit e mi, gëzuar vitin e ri 2015. 25. Ua! E nga ato gjithmonë me në lindjen e mbesës, viti 2025. Tani këtu e kemi lartë të spinaqen, e kemi brirë. Do ta hedhim një tas tash, se do të jetë çik djathtë vezë. Ja ti shikojmë procedurën. Nxirja do të. Tani si procedojmë? Tani si procedurë, e kemi grirë, e kemi lartë dhe e kemi grirë spinaqi. Dhe do t'i hedhim krip. Këto fakt do ishte bërë kur nusës, por na u smur nipcia. Po, e kështë nicur nusja për ta bërë, por azuri çun me temperaturë, tani po e përfundoj unë. Ju si keni që më këtë gripin nuk ka kapë, apo jo? Se neve na kapi këtu në Itali, edhe? Mua s'më ka kapur akoma, po burin po, nusën, nipin, djalin. Erdhi dhe vajza e zuri gripi, erdhi dhe mbesa e zuri gripi. Na i gjitët, më duket. Janë të gjithë me grip. Edhe dhe ata shi, do na bëjmë brekun. Tani që mos u zër gripi, themu për mendimin tim, duhet t'jenë në lëvizje njerëzit. Po ndonjë ashtu ulur, po kap gripi se Po erdhe për pushimet kam gripi, e? Po e pushimet kap gripi. Tani e shtypëm këta neve kështu, me dorë. Ati, zonja Doriana, spinaqi nuk trashdohet me lukë. Jo, them për të edhur këto, them. Jo me mas me dorë. Si Benedeta, se dhe Benedeta kështë e bërë, unë Po, kështë e bërë gjithmonë. Do t'i edhe në 2 kokra vezë, po deshe 2, po deshe 1, po i hedh 2. Për miqë. Për miq. Edhe i shtypë me dorë, më pëlqen më shumë. Në rregull, po më pëlqen më shumë se edhe Benedeta që ka gjithë ato ndjekës, edhe shet gjithë ato libra shumë me dorë bën. Po tash nuk e di se Kjo është me kunj për ato komentat. Tash çdo gjë bëhet me dorë. Nëse ne do më kapim me këto që jo u bë me dorë, jo s'u bë me dorë. Do të hedhim në djathin, çdo gjë me dorë bëhet, edhe për paprika. Djathi bardh është kjo? Ky është djathi bardh. Djathi lombardis. Tani këtë logo do shkoj atje, po jo, ky logo që do dali këte. Logo që dali nga kjo, kur mbarojmë byrekun do t'ja hedhim sipër, që mos të fryhet. Un altro secreto. Si. Kaq, nuk e vrasim shumë. Pastaj do shikojmë edhe si hapën tuar petët. Në rregull? Tani i largojmë këto tash pak shumë. Luiza. Po. E i hap me një seshte apo me miell? Jo, me një seshte. Me një seshte. Po pse thonë që është më mirë me miell? Unë me miell nuk e ardo të mbet vetë si kopaçe. Mua më shumë më pëlqen me një seshte dhe gjithmonë me një seshte në hapur petë. Mi që po bëm çik muhabet tash. Po baklavan si e bërë si vjet? Baklavan si vjet me thënë drejtë me që i kisha të gjithë smu, bëra një baklava të lehtë. E bëra me këto. E bërë baklavan dembele më duket. Po. E bëra me këto petat e gatshme. Por megjithatë më doli shumë e mirë, më doli krokante. Po, nuk ishte edhe kështu e. Shikoj akoma s'ma kanë hëngur se janë të gjithë të smur, më ngelin në tepsi. Kush doj le të vi. Kush doj le të vi haj baklava. Unë se hajta më bëj për stomakun. Të shëgjë këto. E ka dalë shumë e mirë, po të doni hajde provojeni. Çfarë bëj kot, më rinte ashtu. Liza ose Luizako. E diti si quhen këto masaja, këto anvisat e shtëpisë në Itali që merreshin vetëm me hapjen e petëve për të makaronave, të raviolëve, tagliatelle, se di si quhen? Jo. Quhen les, pra edhe një herë ta korrigjojmë, pra la sfoglina, se nga të mos tagliatella, pra la sfoglina. Quhen gratë që hapnin makarona, pa që bëjnë lloj-lloj, pa që bënin mielli me vezën edhe hapnin. Në rregull? Pra zonja Luiza ishte përgatitur për të bërë menun e vitit të ri, a? Po. Po çfarë ndodhi? Po, me që mu smurën të gjithë me grip, edhe ngella vetëm unë, edhe kështu që ngellën bëra ta gjëra të thjeshta. Pra do të shpërndanim edhe atë mesniku nuk e la sa bërë, e bëra. Sa është tradicional për me ta. Po, nëse doni të dini se si bëhet, e keni aty kanalin e YouTube-it, Doriana Azizi dhe Luiza Dori. Për të parë si bëhet, atë nuk e la sa bërë me të drejtën. Po, atë është specialiteti. Tani këtë byrekun, çfarë i bëjmë?
Ja kalamajt me Ndodhe kështu. me Shëndeti temperaturë. jemi. E nisi nusja, po përfundon Vjera. E nisi nusja, e nisi Anita dhe përfundon Lizako. Më pëlqen më shumë, kështu të mos thresin në emër. Pse ka kështu negative Vjera? Duke Jo si se ka negativ, por nuk dua, konotacion nuk negativ. më pëlqen. Po, se Ja, ke më një shumë më thrasin në aprioritet. emër. As mami, as Vjera, po në emër. E kam thënë që në fillim mos i me emër. Po, se mami një është, prandaj. Po një është mami edhe. Tani çfarë po bëjmë të tani? Tani pa hapil petën. Shumë të madhe hapi Luiza. Po Po, këtë hapim dhe një çik, se do këtë ta bëj kështu. peci njerë, këtë peci, na tregoj njerë këtë peci, në Greqi e di që ne kemi, po këtu në Itali, nga Tu në Itali me të drejtën Akloja. o klaj po shumë që thonë gjërë kasa, këtu unë nuk kam parë që të shite nga stile kështu, por vend të hobi dhe ati ka kështu nga këto, o klaj kështu nga këto të, si ti them këtyre, të hodha kështu, edhe mund të zgjedhësh edhe aty të marrësh për, A mund të bësh, po mund të bësh, ka rasti Jo, shumë. hase mos të thohet në një turk, në një kështu. Jo, ka këtu të këto hobi, ku janë punimi i drasave, edhe aty vetë merr në një ka restela kështu që vjen për percë, ka dhe të hova. A, e bë me porosi domethënë. E aty vetë e zgjedh aty e thua dua këtë dhe e bën. Këtu mund ta bësh edhe taj te Leroy Merlin duket. Të kush? Te Leroy Merlin është një që kemi neve në Greqi edhe është kështu ose po te aty më duket është kështu për punën aty, për gjëra pune, është supermarketi i madh për gjëra pune. Edhe aty ka shumë kështu Si të shobi. ristela dhe mund të thosh mi pret me kaq mënyra. Ti ristelat, po unë ja munduar një dy herë për t'i marrë dhe kur ishi kohë kështu, më duket si me barkë nuk i marr. Këtë që kam unë, këtë e kam të mamas time. Sa vjet pra, këtu deshëm të dilim, sa Ah. vjeçar është. Ja ta shikoj. Mamas time ja ka bërë dhuratë nënë e vet. Tash unë jam 65 vjeç, imagjino edhe sa ka. Vintage, 100 vjeçar po. 100 vjeçar. Edhe shi është, nuk është bërë fare i Jo, zi, fare hiç. E unë e ruaj si sot e ballet. Kam një gjë që, çdo gjë që kam kështu, të vjetër ose të tretim, i ruaj. Nuk i lej me prekin me dorë, as kalamajt jo. Jeni koqire. Nuk i lej fare. Kjo është Si nga për mua dhe Gjirokastro. pikaroj. Dhe ti kalamajt e vegjë, kjo është i nënës e pik. I kam shumë merak. Jam mësuar me këtë se ja do vi një ditë të hapë petat. Çfarë të hapë, sa mësoj Po mendoj se do ngelin nga këva në ditë të hapen petat njerë dhe thua? Po. Ja, për shumë, nuk se është e re, unë ja kam mësuar më se t'japi petat. Po, e mësove vetë, si pas Po. të tënde. Se Bi, do të dhe Anita, sa mos do të Anita. Mi, donte. Kishte qef. Bita eme tani më thotë më mba çuni ti boj një orë. Ik ma çuni se mos e bëjon ti e kem su tash i rehat. Jam tonë që di ta bësh. Shumë. Tash unë këto po i hap çik petat e më dha. Po bëjmë çik muhabet, ë, se edhe ne do Edhe ikim. muhabet, po e kam shpjeguar edhe përpara që dhe bëjmë 3 petat siç e bën. Këtë plan njerë, këtë vit, si do jetë ai te YouTube-i me që pa shumë? Se di si e vështirë YouTube-i me thënë drejtë, nuk e di se çka ka ndodhur. Bëni shikime, më falni, bëni klikime, bëni komente, sepse po bëhet shumë i vështirë dhe që të dalin algoritmet e videot të Luizës, pra që të dalin sa më shumë. Nuk është një gjë e madhe, pra dhe ju e ndihmoni Luizën duke bërë like dhe komente dhe ju ndihmoni juve me tutoriale fala, sepse tani ishte bërë një ndryshim që kanë filluar të mbajnë taksat, ë. Dhe për ndonjë Luizat që merr shumë rrallë, që merr ndonjë 2, 3, 4 muaj 70 euro, është shumë e vështirë të mbajnë 17 euro. Prandaj ka nevojë për ndihmën tuaj. Në fillimin isha për 4 muaj, tashim ka filluar marrë muaj për muaj. Po 70 euro. Ah, më vërtet merr muaj për muaj tani? Po. Po dhe muaj për muaj 70 euro nuk është një gjë madhe. 70 euro të më mbajt në 70 euro. Atë po them pra që nuk ka leverdi, prandaj duhet kërkon ndihmën tuaj me like, me koment, dhe të shpërndani videot e saj të njerëzit që duan kanë dhe qef punën e dorës. Po tani ta shtrojmë. Tani do shtojmë të. Luiza ta shiu. Po. Tani, duke qenë se ti do të bësh treja, nuk mund të bësh treja për i herë këto? I bën dhe 3 për i herë, po unë nuk e bëj dot. Ah, Se i hedh një seshtë më shumë, Po. hap njëherë, hap ja, sa të lodhe dhe bëj 3 herë atë gjë par. Po, unë nuk i bëj dot. Nuk e di pse. Atëherë ne do hapim dhe sa do hapim tani që mos e bëjmë shumë të gjatë videon. Edhe 2 peta. Edhe 2 peta do shikojmë pastaj. Ta ndaloj? Po. Tash më si mbaruam ato petat.
Para unë të themi, nuk është i zirë, Jo. nuk është i Shka, shiko si duket. S'ka nevoj. Ja marrë me ty, e shtryllim pra, longën e shtryllim. Dhe longën ruaj në mos e një poshtë, se të jeti bregu cipër. Edhe kështu do shtrohet. Nuk e bëjmë shumë të trash. Pastaj do t'jede dhe një tororis. Ja edhe akoma se edhe më... Nuk ja edhe më orize. Ti ja edhe akoma? Po, pinë që këto lënga, që mos bëhet si qu. Qu nuk bëhet, to ja ke do një qika ja këtë orizin. Tani po e mbyll zonja Luiza. Po, tashi. Ta bëjmë edhe nga lart. Tepsin. Këto petat je specialiste, ëh? Paf i jap ato petat, pa kështu. Ta japet shumë ja, po është efekti i eksperiencës apo i mirë edhe miellit? Tashi, unë them se është eksperienca më shumë. Ai që do të hapi petën edhe mjedhi i keq tje, do hapet. Ka mësuar nënja punëtore, ëh? Po, Apo është edhe mosha? tashi edhe mosha është. Sipas mendimit tënd, të vjen keq që këto vajzat e reja nuk janë kështu nikoqire si ato të Më vjen keq se Të vjen keq më shumë për gatimin apo po punë e dorës, me që merr dhe jetë puna dyja, dorës? për të dyja, tani vajzat të reja, mos din të gatuan, ose mos din të shtinë, ose mos din të lajnë, të rinë gjithë në telefon ose në për kafe. Më duket që si absurde me thënë të E më drejtën. thoj shat. Po, e thojnë qatë atas në atyre, gjithën atyre, me ato thojnë. Pra, dhe për të dëshiruar, ëh, kjo. Unë Po, kujta se po, do po. thoj më shumë për punën e dorës. si Jo, po për të më- gjitha, vajzat e reja njerë, duhet të dinë, ti bëjnë të gjitha, se vjen dita që do martojnë kur. Hajde se kemi lekët i plem të gatshme, tani më falni se do bëjnë një petë. Tani. Tani do të bëjmë edhe petën sipër, Na erdhi dhe e rula këtu. erdhi dhe ullula, qita. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje mi dhe mi keshja, kur të ndërat e videot. Keshja. Rullën e kishim të unë jam sëmor me skipe. grip. E kemi dhe një qika akoma, po. Me që erdhi dita për të ikur, unë gritë sot të haj bjorikun e nënës. Me djatë dhe ishte të i favorit. E ka dhe brenda djath. Ka Më brenda. resi shka më kopit. O, apo po totemi. Ta që kur e mbyllim i qik tani, e rrugojmë qik me dorë, ta në sorti fusim qik nga brënda. Kështu. Shumë mirë bre. Perfetto. Tani, do t'jeti mraj. Mos haro lungun. Jo. Po ta presim një herë, si e doni shumë me 3 kënqa? Si të duash. Po t'ja presim 3 kënqa. Si të kesh qef. Ja bë një që se kemi bërë në video. Si baklavaja thotë apo kë? Jo. Kështu. Edhe si ato të pazarit. Po. E ke në u bë që ki holl. Të bëjmë 2 kështu. Bëhet, ti llogarisën sa veta jemi. Edhe shumë. Pritë një herë kështu, pastaj aty ku bëhet, ku ka mundësi. Direkt 3 kënç. E që e bëm që këto, prandaj po e pres në këtë mënyrë kështu. Ja, kjo është madhe. Stella, Stellina, la notte si avvicina. Ta shri ne që me që ta kullëm që këtë lëngu që Tani këtë video po e bëjmë edhe që Lizi të mësoj si bëhet bashkimi videove, pra të bëhet më profesionale. Okej? Ta mësëm tërë. Tani marrim të, pra edhe njerë bëjmë kullimin. Pra nuk i duam ato fletkat. sa dani se po digjen dani si zeza pastaja. Shikon, pra prandaj nuk i duam.
Këtë, qa mund bëje me këtë? Mund bëj makarona. Mund të bëj makarona me këtë. Kush ka ato makinën ose dhe me dorë. Po, tani do ta shikoni te videot e mia se mora makinën që nga Italia. Që ta kullosh ti tash i lëngun. Se po marrë dhe unë mësime, jo vetëm juve. Sa ti hedhim ujti, se këtë e hedhim që do peta mos të fret po sipër, si na bësh më parë kontender që na kryesh byreku për pjetë. Do ta nga që spritej, do shapë. Nuk e prisnim. Po këtë e mban çik më të butë. E lëngu, i bën mirë, është lëngu spinaqit. Ja. Edhe vanja hovo. Kaq është mjaftueshëm. Tani do ta pjekim, ta fusim në furrë. E shikojmë rezultatin. Tani nuk do jetë si atëherë me atë sobën e parë, kujtohet që kishim marrë sa është Diego Ricik. Do jetë i shkëlqyshëm, sepse është ndryshuar dhe shtëpia dhe të gjitha. Tani prapë është edhe vitjeri dhe jemi çik Si rëmuj. si rëmuj. Kur ke njerëz gjithmonë një rëmuj. Po, sigurisht. Jemi 9 veta. 10 veta gati. Kjo është sipër se